Avokat Mirvita. Dhe do të flasim sot për situatën në cilën ndodhet Shqipëria, sidomos për situatën e protestave. Çfarë po ndodh në Tiranë? Ku shkojnë nxitrat e protestave? Shiko zotimi, për hir të vërtetës, protestat kanë filluar si lëvizje ambientaliste për shkak të problematikës që u krijuar në zonën e Zonetit tashmë, problematikë e shqiptare. Dhe besoj që çështjet kryesore kanë filluar për shkak të lagunës së Zonetit, për vojtjen e natyrës kanë lëvizje ambientaliste të ndryshme. Por tashmë ka marrë një sfond tjetër politike, e cila tashmë po shohim për ti që njerëz të ndryshëm kërkojnë edhe gjyrimet e tyre politike, kërkojnë edhe terminologji politike deri në drejtën e zotit. Po, nga ajo ri që keni, nga ajo që i përshqipni, nga mendoni si që në dikush pas këtyre protestave? Unë besoj që është një lëvizje e cila mori narrativën e kishte nga lëvizja, po themi, nga dhuna që ushtruan në Zvërnec dhe pastaj u krijoi një lëvizje të cilën po themi në bulevardin e Dëshmorët e Kombit shohim nga gjitha gjyrimet politike ose ka njerëz të ndryshëm që kanë bindje politike të majta, të djatha, është një aglomerat njerëzish të cilët kërkojnë disa drejta të tyre legjitime. Si duket ato pankarta, ata gjuhë, duket paksa gjuhë në urrëtie, si jo gjuhë shkresit në protesta. Po për vërtetës gjuha shumë denigruese, për shkak të ndryshme dhe unë besoj që një protest do të jetë është paqësore për të zgjuar, ka qenë një protestë paqësore, por që narrativa që përdoret në këtë rast e fyse dhe denigruese nuk është etike dhe nuk është demokratike dhe europiane. Po thjesht, po qëllimin e kryeministit si e vlerësoni, më duket edhe kryeministin po i artikulon qartë, më duket se edhe kryeministi po përdor një gjuhë disi arrogante. Shiko, zoti Rama dihet tash është në natyrën e tij, është në natyrë moskovçarëse për sa i përket sidomos problematikës konflikteve politike, pasi dihet që zoti Rama është shihet për pjesën e debatit publik dhe publicistikën e zoti Rama tashmë ne njohim gjithë, por rasti nuk është një debat publik larg, unë besoj që zoti Rama duhet të jetë afër njerëzve. Dhe gjuha e zotit Rama, a i nxit këto protesta? Jo, nuk besoj. Shiko, Rama thash është shpirt rebel dhe ndoshta indiferentizmi i zotit Rama ndoshta ka zgjuar më shumë situatë. Nesër është paralajmëruar një protestë e madhe kombëtare. A mendoni se gjitha milion protestues që derdhen në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit duhet të kenë një kohë drejtuese ose të inkuadrohen një forcë politike, se unë e di që pushteti nuk merret ndryshe vetëm me zgjedhje dhe me forca politike. Shiko, lëvizjet qytetare në shumë raste ju dini shumë mirë, një gazetar i vjetër e bën lëvizje politike. Dhe besoj që mund të jetë edhe lëvizje politike. Është drejta secili që krijojë një parti politike, që krijojë lëvizje politike, por unë respektoj protestuesit në çdo moment dhe në çdo kohë. Pse? Sepse unë për vetë kam qenë një protestues i përhershëm në drejtat e qytetarëve, por mos harrojmë diçka. Protesta ka karakteret e veta, që politike, që ambientaliste, që për çështje profesorë, që për çështje ndryshme që mund të kenë çdo qytetar. Dhe në këtë pikë unë duhet ta them që unë jam pro protestës së çdo qytetari shqiptar, në çdo protestë ku cënon të lidhë drejtat e njerëzit. Po jo, si fjala revolucion. Që fjala revolucion nuk jemi në vitin 46, tashmë jemi në vitin 2026, fjala revolucion i bën shumë keq. Revolucionet nuk janë për kohën që jetojmë, revolucionet bëhen për padrejtësitë e mëdha, dhe çështje kombëtare shumë të mëdha, por lidhjes vërtetës nuk është çështje zërës, nuk është një çështje kombëtare që cënon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por që cënon identitetin territorial të Shqipërisë. Atëherë ndodhem këtu këtë pjesë të intervistës dhe kthehemi këtu në Marsi. Pasi ju pavarësisht se jeni në kryeqytet në punë, vazhdimisht ju shohim këtu me Jo, ka të ditë ka Marsi, të ditë Marsi. Dhe njihni mirë situatën. Tashmë kemi hyrë në vitin zgjedhor. Po thuaj. Vitin tjetër do më parë në arshme janë zgjedhjet lokale. Si e shihni situatën këtu në Marsi? Që për vërtetës, Marsia e madhe ka resurse shumë të mëdha, sidomos në zonën alpine, zonat malore, do të thonë kemi të resurse shumë të mëdha, të cilat do të janë shfrytzuar ashtu siç duhet, dhe besoj që na duhet një vizion i qartë për zhvillimin e zonave, pa i cënuar punën asnjëriu, lidhet drejtat të cilit. Shiko, zoti Veri, gjithçka është një shprehje proverbiale, po thotë liria jote mbaron aty ku fillon ku cënohet ligati. Pra nuk kemi ne mundësi dhe nuk duhet që të cënohet askush asnjë qytetar, qoftë Republikën e Shqipërisë as nacionali cënohet, sepse është krijuar ideja sikur për nga grabitet prona, për nga vitet prona nga oligarkë ndryshëm. Ne duhet të prona duhet jemi shumë të mëshëm, as i shqiptarit, as i nacionit konstitucionit prona, as i setim top e trashëguar nga partë. Cila forcë politike këtu në Marsi të Madhe fiton bashkimin? Nga ajo që shefit. Unë besoj që forcë kryesore në Marsi të Madhe, në këtë moment që flasim është Partia Socialiste. Mund ta fitojë vetme?
Jo, nuk besoj vetme, Partia Socialiste në qarkun e Shkodrës, kurse të mos në Malcik Malli, besoj që një koalicion me Partinë Social-Demokrate është i të mosdoshëm, është i kontratë, po themi politike, e cila nuk në pikat e kontratës mund të jetë bashkëpunimi, bashkëqeverisja të gjithë bashku me element që ka më të mirë Partia Social-Demokrate, se edhe Partia Social-Demokrate ka kurimet e saj, Partia Socialiste në shforcë normale politike, në shforcë qeverisë qendrore dhe vazhdon ta qeverisë pushtetin lokal Malcik Malli, zoti Marinaj, dhe besoj që tashmë po thuaj se zoti Marinaj ka marrë 3 mandate, pra është deri fundit të mandatit 3, çka ligji nuk e lejon në dokumentin që flasim proceduralisht që ai kanë të rikandidojë, por unë besoj që Partia Socialiste është avangardi për sa i përket përfaqësimit të saj në Malcik Malli. Mënyra drejtimi dhe mos realizimi shumë në premtime dhe objektivat që kanë pasur atyre 3 mandate, mendoni se janë një kosto për Partinë Socialiste? Shiko, zoti Miriç, çdo pushtet ka konsumin e vet politik dhe unë besoj që edhe ne nuk jemi të përjashtuar nga kjo pjesë. Besoj që Partia Socialiste ka energji të realizimit i saj, mbledhja forcave të reja, besoj që do të jetë një shenjë mirë për Partinë Socialiste në Malcik Malli dhe në Shqipëri. Besoj që tash nuk ka koha që ne të ulemi me njerëzit, bisedojmë me njerëzit, dëgjojmë njerëzit më shumë. Pra nuk duhet të jemi arrogant me njerëzit, por ne duhet të dëgjojmë dhe të jemi shërtor të mirë këtyre. Kemi shprehur edhe herë tjera se tashmë në për tavolina, në për salla mbledhjesh, në për takimet veçanta për flitin edhe kandidaturat të forcave të ndryshme politike në Malcik Malli. Dhe sigurisht edhe ju i dini këto kandidatura. A mund ta thoni disa prej tyre? Unë për të vërtetës kandidatët pretendues, si ka fajtë të shimë që kanë ndërë Partia Socialiste, unë kuptoj se njëftë që gjithë kam janë miqtë e mi, komunikojnë politik me ta, jetojnë bashkë. Unë do ta fillojmë me deputetin Rexha, Bujar Rexha, Shkëlqin Sterkaj, Florida Peraj, Peris Pathari, Kurti Miblaj, Emilia Gjekaj, ta janë figura që unë deri tani që kam komunikuar që pjesa e Partisë Socialiste. Partisë Socialiste. E opozita? Opozita besoj që duhet të jetë deputeti aktual zoti Madan Lika, besoj kryetari i konfirmuar tashmë i Partisë Demokratike zoti Ferdi Stegaj, besoj do të jetë një zonjë nderuar se është Mimoza Rexha tashmë rikonfirmuar se ata në Këshillit Kombëtar. Besoj që këto janë 3 kandidatura që mund të ketë Partia Demokratike, pa diskutuar që kanë dhe mund të kenë kandidatura të tjera të cilat ndoshta mund të shfaqen në një moment ose në momentin e përshtatshëm për ta gjykuar. Përmendet në këto kandidatura 2 zoja, një nga Partia Socialiste dhe një nga Partia Demokratike. Do të ishte një garë interesante dhe a mendon ti se ka ardhur koha që ta drejtojë një grua në Malcin e Malli? Besoj që gara mes 2 gra në Malcin e Malli, pavarësisht se ne jemi malcori pa konservator të kjo pjesë, por besoj që ishte një garë brillante, do ishte një garë po them unike në Shqipëri. Po ju vetë si kandidaturë çfarë mund t'i afrosh më mirë Malcit Malli? Unë besoj që gjithmonë kam qenuar ide që çështja e vizionit është çështja e parë që duhet të ketë një kandidat ose çdo njeri që më përsipër që drejtojë diçka një qoftë një institucion, siç është Bashkia e Malcit Malli. Unë konceptin e kam të vizionit i ndryshimit dhe të konceptit se si mund zhvillohet një bashki. Pra, në një njeri që i vet disa piketa duhet të ketë një vizion të qartë për drejtimin e një bashkisë ose çdo institucioni tjetër. Nuk shiko. Ka një problematikë, ne na duhen njerëz të mirë shkolluar, ne na duhen njerëz të aftë, qoftë institucionet qendrore, qoftë edhe në institucionet e pushtetit vendor. Pra, kemi një problematikë, po të themi, në këtë vjetë pse ne mëmojmë burime njerëzore, sidomos në sektor të rëndësishëm të ekonomisë. Dhe ne duhet të thithim me patjetër burime të reja njerëzore, njerëz badje me vajza të ri që kanë energji në zhvillimin e vendit. Tek Partia Socialiste dhe tek Partia Demokratike janë repertori figura drejtuese. Tek Partia Demokratike ka me të Ferdi Sterkaj, ndërsa tek Partia Socialiste kanë ardhur 2 drejtues të ri. A ka shpresë Partia Socialiste tek këta drejtues dhe të gjithë konfederacioni i ri që ka marrë kjo forcë politike në Malcit Malli? Është kjo shpresë për ta filluar bashkimin Malcit Malli? Ta filloj tek Partia Socialiste që Partia Socialiste që shkojë për Partia Demokratike. Shiko, element e ri gjithmonë, unë jam me parimin që uji që dis është shumë mirë. Uji sa më pas të jetë, aq më shumë pihet. Nëse ne rrim të statu quo, pra që uji gjelbet, pastaj ne kemi problematikë. Unë besoj që Partia Socialiste ka gjithë forcën e nevojshme, ka gjithë elementet e duhur, që ketë një forcë progresiste, një forcë që të shërbejë njerëzve, dhe besoj që rienergjizimi herë pas hershëm. Partia Socialiste ndoshta ka dhënë energjinë, pra Partia Socialiste ka qenë avangard më shumë ndaj Partisë Demokratike vetëm në këtë pikë, sidomos në nxitjen e intelektualëve, nxitjen e trive dhe përfaqësimin e tyre në politikë dhe në postë drejtuese pse jo. Nësa me që pa përmendur edhe Partia Demokratike ka ngelur në statukollën e vjetër, nuk ka asnjë ndryshim, nuk kemi asnjë ndryshim as nga kupola drejtuese në Tiranë dhe as nga kupolën e drejtuesve lokale, të cilat krijojnë një statukoll dhe besoj që krijojnë një largim nga njerëzit, krijojnë atë që
që secili hyn politik dhe është e drejta secili që të bëjë karrierë politike, do të jetë dhe mbyllja karrierë politike e do të këtë forcë politike. Do të jetë ndoshta më shumë të roli individit ai që do të bashkojë opozitën këtu në Marsimall. Nuk ka besoj Partia Demokratike person që mund të arriti të bashkojë gjithë faktorë politikë që janë Marsimall, pasi Partia Demokratike në moment që flasin është shumë e përçarë, për shkak sepse nuk u krijon një frymë demokratike brenda forcës së saj, dhe ajo që i bashkon njerëzit është demokracia. Pra nëse ne flasim për garë, gara duhet të jetë reale. Kur nuk ka garë reale, ka garë sfumuar ose garë falso, atë gjithçka njerëzit largohen. Po jo, sot Partia Socialiste po krijon një farë, domethënë influencë këtu tek ose kredibilitet këtu në Marsimall, pasi janë disa problematika që vuan Marsimall, sidomos problemi i prona, çelëtikimi i prona, të probleme të tjera të pazgjidhura, të cilat nikojnë shumë tek elementet që përzjell Partia Socialiste për të bërë bashkie. Domethënë ka një kosto të rëndë besoj vetë në tarme. Në këtë datë tema që më shumë se është përditshmëria eme me cilët merrem për ditë, sidomos në çështjen e pronave, jo pa që të më thashë nga duhet forca e re, nga duhet forca të mirëshkolluar për të përgjigjur realitetet të cilën ndodhemi. Ne pretendojmë që shumë shpejt shkojmë Bashkimin Evropian dhe ne kemi probleme të thella, sidomos në menaxhimin e pronave, dhe ne na duhen njerëz të cilët merren dhe që kanë dijet e tyre që të merren me këto probleme. Shiko, zoti Veri, ne kemi problematik për shembull legalizimin e shtëpiave të vjetra. Kemi problematik për sa i përket aplikimit të ligjit 2020 pronë. Kemi problematik me vendimin e agjencisë mbi pronë. Kemi një sër problematika të cilat pse ne jemi kujtuar tashmë që u rrit vera pronës. Ne kemi harruar që vitet ecin dhe dhe momenti që do të vinë investitor. Po investitor pa certifikat pronësie nuk mund të ketë. Pra duhet puna reale, duhet të kesh ditur pronësie, që ti të lidhesh në kontratë me një investitor ose vetë ta zhvillosh edhe vetë. Pra tashmë na ka dalë gjumi, po e them tamam azosh na ka dalë gjumi që ne në çështja e pronës ka marrë prioritet. Ne kemi hecë mendje që toka dhe shtëpia është ajo, nuk ka lëviz njëri. Është e vërtetë, por një kapitalizëm tillë, një kapitalizëm shumë tegër biles në cilën ndodhemi, që është një kapitalizëm i egër globalist në gjithë botën. Gjithë bota është lëshuar, po themi, gjithë personat që mbledhja pasurisht është bërë një trend botëror, dhe bilesh një trend regresiv për sa përket stresave sociale, por mos të vim sa është shumë e gjatë, por të ndalemi te kjo çështje që është e rëndësishme është numri i masit madhe. Dhe unë kam një kontributin tim, aq sa ka pasur mundësinë njerëzit, dhe ndaj them që në bashki kudo ne na duhet një person, ne na duhen disa persona të cilët e njohin shumë mirë çështjet delikate. Spondet në kandidaturat vinë nga forca politike. Ju si keni marrëdhënie me forcën tonë politike dhe besoj që kjo forcë politike do ta çojë emrin tanë si kandidat për kryetar bashkie. Shiko, unë për hisë vërtetës nuk shiun për qëtë metje, unë jam veri punës dhe pikë sfajrë dhe punën, ajo është që më mundin qësën, por ma dhe të tam shkëllqyre me qënë të gjithë, edhe ka emra që të përmenda me ta mishtenin, që të vërshines në përmet të jetë, të uroj që suksese një të tyre përtiqme dhe familjare dhe politike, por një person që në gjose të ti do që të kandidosh, ose do të pretendosh që të shërbesh komunitetat, parë duhet të jesh mirë me një familje state politike dhe pastaj një herë, pastaj pjesa tjetër kalon tek marrëdhënia që kemi me komunitetin. Unë besoj që komuniteti është një person secilin, ku të qoftë, dhe besoj që marrëdhëniet e Partisë Socialiste janë marrëdhënie të qeta, marrëdhënie ku nuk kanë një përplasje,